Sezoni veror pritet të jetë i vështirë për efektivet e shërbimit zjarfikës në Shkodër. Mungesa e tyre bën të vështirë edhe menaxhimin dhe ndërhyrjen në kohë për neutralizimin e rasteve të zjarrit në territorin e Bashkisë Shkodër nga ana e drejtorisë së shërbimit zjarfikës, tregon drejtori Agim Ponari. Kemi një problematikë që haset vazhdimisht dhe ka 30 e sa vite që kjo problematikë është numri i vogël i efektivit zjarfik. Pashka se në ligjin e parë të 1766 që ka qenë për zjarfikësit, ka qenë cituar që për 1500 banor deri në 2000 duhet jetë një zjarfikës profesional. Është edhe në ligjin e ri të miratuar në vitin 2015 kjo normativ, por që akoma nuk ka gjetur mbështetje dhe eficiencë. Ria jonë ka 30 efektiv që janë për ndërhyrje në operacion. Kemi gjithsej 42 punonjës, 3 janë nivelit administrativ, civil, pasi vetëm ne që jemi këtu e dim këtë vështirësi. Kur qytetari kërkon ndihmën tonë dhe ne kemi makina shoqërzoti, se jemi reparti pothuajse më i kompletuar në Republikë për sa i përket automjeteve, por nuk kemi efektiv për të nisur automjetin. Jemi detyruar punojnë çunat me të gatshëm në shërbim gjatë gjithë kohës, pothuajse më shumë rrinë repart se në banesat e tyre gjatë sezonit veror, por prapë është shumë e vështirë që të monitorohet dhe të vdimin e ndihmës. Drejtori Ponari tregon se paralelisht janë marrë masat edhe me institucione të tjera për bashkërendimin e punës gjatë verës, kur temperaturat e larta bën shkak për përhapjen e zjarreve. Drejtoria e Shërbimit Zjarfikës Shkodër është munduar të marrin gjitha masat e nevojshme për të ndërhyrë në kohë në çdo situatë zjarri që mund na paraqitet gjatë sezonit veror. Duke filluar nga automjetet, të cilat janë gjitha nga dishmëri, efektivi është nga dishmëri, bashkëpunimi dhe mbështetja nga kryetari i bashkisë ka qenë maksimal, bashkëpunimi me institucionet e tjera, si me zonat e mbrojtura, drejtorinë e pyjeve, koordinimi me institucione prefektit Qarku Shkodër, koordinimi me policinë e shtetit. Gjatë sezonit të kaluar veror, në territorin e Bashkisë Shkodër u regjistruan 347 vatra zjarri, një numër i konsiderueshëm krahasuar me kapacitetet që ka ky shërbim zjarfikës, por pavarësisht vështirësive, në çdo rast, kjo drejtori ka reaguar në kohë rekord, duke ndërhyrë në neutralizimin e vatrave të zjarrit dhe duke ofruar siguri për qytetarët.